U rikthyem sërish në studio pas materialeve dhe pas pikës muzikore, tani radhën e ka qyteti i Tetovës. Do shkojmë në Tetovë me gazetarin ton Visar Sadiku që gjithmonë na sjell të reja nga ky qytet. Kësaj radhe do flasim për arsimin, ka një bisedë interesante me udhëheqësin e sektorit për arsim, zotërin Nazmi Dauti. Përshëndetje Visar, dëgjohemi? Përshëndetje Rehan, po dëgjohemi. Ashtu si që theksuat edhe ju sot nga sheshi i Tetovës apo para Pallatit Kulturës së Tetovës, do të bashkëbisedojmë me udhëheqësin e sektorit për arsim pranë komunës së Tetovës Nazmi Dauti, ma atë se javën që lam pas, por edhe këtë javë, vetëm se kanë filluar regjistrimi i nxënësve në shkollën fillore, kryesisht të moshës 7 vjeçare, por edhe ka nxënës të cilët 6 gjysë që prindrit e tyre detirohen apo ju ka ardhur thirrje në shtëpitë e tyre për të regjistruar nxënësit e tyre apo fëmijët e tyre në për shkollat fillore në komunën e Tetovës, por do të diskutojmë edhe për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme dhe profesionale në gjithë territorin e komunës së Tetovës. Nga ana tjetër do të diskutojmë edhe për disa probleme apo probleme të cilat janë ballafaquar sektori i veprimtarisë publike apo shkollat në përgjithësi në komunën e Tetovës. Nazmi, faleminderit shumë që pranove ftesën dhe gjithmonë je i hapur për të bashkëbiseduar për ne. Faleminderit dhe juve për ftesën. Ashtu si që theksova këtë javën që lam, veç se prindrit kanë filluar të i regjistrojnë nxënësit filloristë në shkollat tona. Si është trendi dhe apo shkon çdo gjë në rregull? Më thënë, në regjistrimi i nxënësve në shkollat fillore apo në klasë të parë, fillon me datë 1 maj dhe përfundon me datën 31 maj. Për fat të mirë, këtë vit kemi një ngritje të numrit nxënësve. Dini që Komuna e Tetovës, sektori për veprimtari publike, i merr të dhënat nga drejtoria e librave am për fëmijët që janë lindur nga 1 shkurti i vitit 2019 deri më 31 janar të vitit 2020 dhe këtë vit pritet apo dhënat që i kemi marrë numri i nxënësve është 1335 për dallim në vitin para prag, vitin shkollor 2024-2025, ku kishim një numër prej 967 nxënësve. Mirë po, nuk do të thotë që gjithë këta 1335 nxënës do të regjistrohen në shkollat tona fillore, pasi që e dim që ekzistojnë dhe të tillë që kanë lëshuar vendin për në vendet evropiane me gjithë familje. Mirë po, në fund të muajit maj do të dimë edhe numrin e saktë se sa do të jetë numri i nxënësve që regjistrohen në klasë të parë në komunën e Tetovës, por sidoqoftë e theksova që për dallim nga viti i kaluar kemi një rritje prej diku 300 nxënës më shumë sipas dhënave që i kemi marrë nga drejtoria e librave. Atëherë ku jemi në Tetova, kemi edhe një ndarje territoriale sa i përket takimit të shkollave ku duhet fëmijët të shkojnë, ndërkohë që më të frekuentuara sipas informacioneve dihet në shkolla Liria, të cilët prindrit dëshirojnë që gjithë nxënësit të regjistrojnë aty, por edhe disa shkolla nga Infrashi, Kirilli dhe Metodi. A respektohet sadopak nga ana e prindërve kjo pjesa e ndarjes territoriale për të regjistruar nxënësit atje edhe ku e kanë thirrjen apo vendbanimin e tyre? Po, është fakt që shkolla fillore Liria është një ndër shkollat qendrore apo që gjendet në qendër të qytetit dhe normalisht që është më e frekuentuar, normalisht dhe shkolla fillore Migjeni, shkolla fillore na Infrashi dhe Kirilli Metodi janë shkollat të cilat janë më tepër të frekuentuara. Mirë po, nga ana e themeluesit komunës Tetovës është kaluar vendimi për rajonizimin. Për fat të mirë në atë kohë kur është kaluar rajonizimin në komunën e Tetovës, një zërit kanë qenë të gjithë 31 këshilltarët e komunës Tetovës, qofshin ata nga pozita apo nga opozita, dhe normalisht që komuna e Tetovës duhet dhe mbikëqyr respektimin e këtij rajonizimi. Do me thënë, ne brenda këtij procesi normalisht që do të dërgojmë edhe inspektoriatin komunal të arsimit që të bëj kontrollin për respektimin e rajonizimit. Kjo nuk bëhet për dënim apo për ndonjë arsye tjetër, po bëhet vetëm për një qëllim të mirë që të gjitha shkollat të kenë në mënyrë proporcionale numër të mjaftueshëm të nxënësve e jo një shkollë të mbingarkohet e tjetra të dëmtohet me numrin e nxënësve, pasi që themeluesi Komuna e Tetovës duhet të mbartë përgjegjësinë për gjitha 12 shkollat fillore që gjenden
në suazat të komunës sonë të jetë e njëjtë dhe për secilën shkollë të kujdeset që të ketë numër të mjaftueshëm të nxënësve që mos të vijë situata që të rrezikohet dhe kuadri në rast të mungesës së nxënësve në ndonjërin nga shkollat fillore të komunës së Tovës. Një ndër problemet që ka më së shumti me ekzistimin apo me regjistrimin e nxënësve është shkolla fillore Kikish, nëse nuk gaboj. Për arsyeja e prindërve, shumica e prindërve është për shkak se atje deri në klasën e 5, ndërkohë që pastaj deri në klasën e 9 ata detirohen që të kalojnë në shkollën Istiqbal apo diçka tjetër. Si janë procesi në atë shkollë dhe ka kërkuar drejtoria që ajo shkollë bëhet edhe 9-vjeçare në gjuhën shqipe, për shkak se në gjuhën maqedone është deri në klasën e 9. Po, realisht në shkollën fillore Qiqish, pjesa më e madhe e nxënësve janë të etnitetit maqedonas. Figurojnë edhe paralelja në gjuhën shqipe prej klasës parë deri në klasë të 5, ndërsa më pas prej klasës së 6 deri në klasën e 9, këta nxënës mësimin e vijojnë në shkollën më të afërt që është shkolla fillore Istiqbal. Më vjen keq, po kjo është si arsye nga prindrit e nxënësve, të cilët refuzojnë që nxënësit e tyre t'i dërgojnë në shkollën fillore Qiqish, edhe pse si shkollë ka kuadër të përgatitur dhe kushtet janë të mira, mirë po nuk di cila është arsyeja që prindrit zakonisht tentojnë që këta nxënës t'i regjistrojnë o në shkollën fillore Liria o në shkollën fillore Istiqbal. Ne kur e përpiluam rajonizimin e ri, një pjesë të rrugëve që i binin shkollës fillore Istiqbal, futëm në rajonin që i bie shkollës fillore Kikish, me të vetmin qëllim që të ngritim numrin e nxënësve në këtë shkollë dhe më pas të drejtohemi me kërkesë deri tek Ministria për Arsim dhe Shkencë që këtu procesi edukativ arsimor të zhvillohet deri në klasën e 9, pasi që e dini për funksionim të një paraleles prej klasës parë deri në klasën e 9, duhet të përmbushet minimumi ligjori një paralelje që është prej 24 deri në 30 nxënës për shkollat fillore, mirë po për fat keq çdo vit ne kemi problematikën e njëjtë, prindrit refuzojnë që fëmijët e tyre t'i regjistrojnë në shkollën fillore Kikish. Dhe prej këtu shfrytëzoj rastin që t'ju bëj thirrje prindve të cilët i bien atij rajoni që duhet të regjistrohen në shkollën fillore Kikish, të regjistrojnë fëmijët e tyre në atë shkollë, pasi që ajo shkollë është e pajisur, ka infrastrukturë të mirë, por normalisht edhe kuadri që punon në atë shkollë me mësim në gjuhën shqipe është kuadër shumë i mirë, kështu që duhet që t'i regjistrojnë fëmijët e tyre në atë rajon ku i bie konkretisht që folën për shkollën fillore Kikish. Atëherë përveç shkollëve filloreve në Tetovë, edhe në Marsinë e Tetovës janë kuadër të komunës Tetovës, ndërkohë që trendi i migrimit pjesa tjetër edhe në imigrim në shtetet evropiane, por edhe në qytetet e Tetovës ka zbrazur disi shkollat e Marsisë dhe Tetovës, më të prekura, siç dihet tani e disa vitëve, në shkolla Besa, që tani më e keni themeluar në Reqis të vogël, që është në Veshall dhe Bozovc. Vitet e kaluara thuaj se asnjë nxënës nuk është regjistruar në klasë të parë. Këtë vit kemi ndonjë nxënës që është regjistruar në Veshall dhe Bozovc dhe më pastaj mund të shkurte edhe për fshatra tjerë siç është Brodeci, Shipkovica, Garja, Selca edhe Vica. Sa i përket pjesës së Malësisë, fshatrat Gajre, Lisec, Shipkovic, Selc, Vic, këta janë fshatra që nuk kanë ndonjë problem të theksuar me numrin e nxënësve, sadokudo në ata shkolla paraqiten dhe regjistrohen nxënës. Ne kishim problem me shkollën fillore Besa, e cila fillimisht ishte me seli apo me qendër në fshatin Veshall dhe kishte si shkollë periferike shkollën në Bozovc, duke pasur parasysh faktin që aty kishim zvoglim të numrit të nxënësve dhe duke parë të arsyeshme që mos të rrezikojmë mbylljen e asaj shkolle, Komuna e Tetovës ndërmori iniciativën që ndryshoi selinë e shkollës fillore Besa nga Veshalla në Reqis të vogël. Normalisht këtu edhe me ndryshimet e fundit që bën të rajonizimit e përfshitëm edhe shkollën Besa, ku shkolla fillore në fshatin Veshall dhe Bozovc mbetën si shkolla periferike të shkollës fillore Besa me selinë Reqis të vogël, dhe kjo shkollë tani funksionon pa problematik, është një ndër shkollat e para në komunën e Tetovës që mësimi zhvillohet në një ndrim. Komuna e Tetovës gjithashtu para disa muajve promovoi edhe mësimin në një ndrim në shkollën fillore
Istikbal në shkollën periferike e cila gjendet në fshatin Gajre, ku komuna e Tetovës bëri ndërhyrje renovimin e 4 klasave dhe me rregullimin e atyre klasave edhe mësimi në fshatin Gajre zhvillohet në një ndrim, po ashtu dhe në shkollën periferike në fshatin Xhepçish të shkollës fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu mësimi zhvillohet në një ndrim. Për herë të parë komuna e Tetovës është në përfundim e sipër të përpilimit të strategjisë për arsim nga viti 2025 deri në vitin 2030, do me thënë një strategji 5 vjeçare, cila në kuadër të komunës Tetovës bëhet për herë të parë dhe në atë strategji do të parashihen të gjitha hapët e më tutjeshëm për zhvillimin dhe mbarvajtjen e procesit edukativ arsimore. Dini që disa herë dhe kryetari i komunës publikisht ka theksuar që ai ka në planin e tij që në shumica e shkollave fillore në komunën e Tetovës të jenë me një ndrim, po ashtu të futet edhe mësimi gjithditor në kuadër të komunës Tetovës. Me përpilimin e strategjisë ne identifikojmë dhe në cilat shkolla duhet të bëhet intervenim për shtimin apo zmadhimin e numrit të klasave që mësimi të mund të zhvillohet në një ndrim. E dim që kemi shkolla të mbingarkuara apo të mëdha, të cilat mund të them që edhe mësimi zhvillohet edhe me 3 ndrime, siç është shkolla fillore Istikbal, mirë po gjatë përpilimit të strategjisë ne kemi parapar apo do të parashohim që të ketë investime apo mbi ndërtime edhe në këta shkolla që të mundemi që sigurojmë kushtet për mësimin gjithditor dhe mësimin me një ndrim. E dini që në proces është ndërtimi i një objekti të ri për gjimnazin 7 Marsi dhe shkollën e mesme profesionale Gjoce Stojqeski dhe normalisht që kur do të përfundoj ndërtimi i këtyre 2 objekteve, gjimnazi 7 Marsi nga objekti në Drenoves që gjenden bashkë me shkollën fillore Migjenin, ndaj një objekt, do të transferohen tek objekti i ri dhe normalisht shkolla fillore Migjeni do të mund që edhe aty të zhvillohet mësimi me një ndrim, do me thënë punojmë pa ndërprer që ta arrijmë qëllimin që në komunën e Tetovës në shumicën e shkollave mësimi të zhvillohet në një ndrim, po edhe në disa shkolla të ketë edhe mësim gjithditor. Atëherë kur thatë që ka disa shkolla si që është Istikbali që ka edhe 3 ndrime aty, ndërkohë që dihet se shkollat fillore përveç ndërtimit së shkollës së re që të themi në infrashti që në të ishtregu i kafshëve në Tetov, ndërkohë që Tetova është hapur, disi është që qytetarët kanë lagje të ndryshme. Është menduar nga sektori i veprimtarisë komunale, kryesisht arsimin komunë Tetovës, që ndërtohen edhe shkolla të reja për shkak që të lirohet pak edhe shkolla Liria edhe Istikbali, që më së miri edhe prindrit mos bën kilometra të sjellin fëmijët e tyre në shkollat përkatëse, por të kenë më afër. Duhet 2-3 shkolla fillore, ka nevojë qyteti i Tetovës, për shkak se fshatrat e dim që tani më edhe ato shkolla që janë mezi se ja dalën. Po, patjetër që po, ka nevojë, sidomos ne kemi shkollën fillore Liria, e cila është në qendër të qytetit dhe ka një objekt tepër të vjetër. E dim që është ndërtuar vitet paraprake dhe normalisht e dini që në proces tani është edhe miratimi i planit general urbanistik nga ana e komunës Tetovës, e cila po ashtu bëhet pas 20 apo 30 viteve ndërhyrje në planin general urbanistik, po normalisht kemi dhe ndërhyrje apo ndryshime në planin detaj urbanistik dhe sipas informacioneve që kemi, të cilat do t'i përfshijmë edhe në strategjinë për arsim, në përpilimin e planeve detale urbanistike, janë parapare dhe vendet të posaçme për ndërtimin e shkollave, që me ndërtimin e shkollës së re, një pjesë të shkollës Liri do ta transferojmë në pjesën poshtë qytetit, që ata nxënës apo ata fëmijë që vinë prej poshtë deri në qendër të qytetit të shkolla Liria do të mund që mësimin ta vijojnë në objektin e ri, i cili parashihet të ndërtohet, mirë po këta janë procedura administrative deri në kalimin e këtyre planeve generale dhe detale urbanistike dhe më pas normalisht që do të vijojnë edhe procedurat e mëtejshme për fillimin e procedurës së ndërtimit të objekteve të reja për shkollat, normalisht që qyteti po zmadhohet, po zgjerohet dhe normalisht që do të lindë nevoja edhe për ndërtimin e objekteve të reja. Normalisht që komuna e Tetovës gjithmonë për kujdeset për shkollat fillore, konkretisht shumë shpejt leja veç se është dhënë
për ndërtimin e 2 pishinave, dhe atë në shkollën fillore Naim Frashëri dhe në shkollën fillore Kirili Metodi, po ashtu në procedurë janë edhe ndërtimi i 5 apo 6 sallave sportive në shkollat e qytetit Tetovës, të cilët sot e kësaj dite nuk kanë salla sporti. Normalisht këtu bëjmë pjesë shkolla fillore Lirie, e cila nuk ka sallë sporti, shkolla fillore Istikbal, shkolla fillore Naim Frashëri, Kirili Metodi, si dhe një sallë sporti do të rregullohet apo do të ndërtohet në shkollën periferike Skënderbeu, e cila gjendet në fshatin Gjepçisht. Atëherë edhe për shkak pasi përfundon regjistrimi i nxënësve, pjesa e parë e shkollës fillore, fillon edhe regjistrimi i nxënësve në shkollat e mesme, ndërkohë ditë më parë në sheshin Liria shkollat e mesme të Tetovës promovuan programet e tyre të mësimit në gjuhën shqipe, maqedone dhe turke, që janë komunë Tetovës. Kroi komunës tha se ka dikun mbi 2167 nxënës, të cilët pritet të regjistrohen në shkollat e mesme në Tetovë. Është përfshirë edhe komunat rurale këtu apo është numër vetëm në komunën e Tetovës me fshatrat? Kështu, do me thënë shkollat e mesme të komunës Tetovës, normalisht që i frekuentojnë edhe komunat rurale që janë për rreth qytetit Tetovës, çdo vit sektori për veprimtari publike, komuna e Tetovës, kërkon të dhëna nga gjitha komunat për rreth që i ka komuna e Tetovës, nga komunat përkatëse që të caktojnë apo që të dërgojnë numrin e semi-maturantëve apo nxënësve të cilët kanë mbaruar klasën e 9 dhe që duhet të regjistrohen në shkollat mesme të komunës Tetovës, dhe këtë vit prapë po e them për fat të mirë dhe këtu kemi një ngritje të numrit të nxënësve, sipas dhënave që i kemi marrë nga gjitha komunat rurale dhe normalisht edhe komuna e Tetovës, pritet që në shkollat e mesme të komunës sonë të regjistrohen diku 2167 nxënës, nga të cilët 1800 janë nxënës shqiptar, 337 janë nxënës maqedonas dhe 30 nxënës të përkatësisë turke. Prapë po e përsëris, nuk do të thotë që gjithë këta 2167 nxënës do të regjistrohen vetëm në shkollat tona të mesme, pasi që e dim që kemi edhe shkolla private, po kemi edhe 2 shkolla që janë në kompetencë direkte nga Ministria për Arsim dhe Shkencë, shkolla e mesme profesionale Mosha Piade dhe shkolla e mesme e muzikës, por normalisht do të ketë dhe nxënës të cilët do të lëvizin apo do të lëshojnë vendin dhe do të shpërngulen nga në ndonjë vend evropian. Komuna e Tetovës është e përgatitur që këta nxënës t'i pres, procesi i regjistrimit të nxënësve në shkollat mesme do të jetë i njëjtë si vitin e kaluar, do me thënë aplikimi në formë online do të filloj më datë 14 qershor afati i parë, ndërsa më datë 17 qershor do të bëhet edhe dorëzimi në formë fizike i dokumentave për regjistrim të nxënësve. Kriteriumet do të jenë të njëjta, do me thënë për regjistrim të nxënësve në shkollën e mesme profesionale të mjekësisë kriteriumi do të jetë 70 pikë, në gjimnazin Kiril Peqinović 7 Marsi dhe shkollën ekonomike kriteriumi do të jetë 60 pikë, si dhe shkollat tjera profesionale kriteriumi është paksa më i ulët nga 50 deri në 55 pikë për regjistrim në shkollat mesme. Po e ripotencoj që këtë vit po ashtu edhe në shkollat e mesme kemi intenc të rritjes së numrit të nxënësve për dallim nga viti shkollor paraprak 2024-2025. Mirë, atëherë mos vazhdojmë edhe shumë, se nuk e di se edhe sa kohë kemi ne të transportojmë apo informacione, për shkak se komuna e Tetovës ka informacione të mëdha, kryesisht ku jemi në bashkëbisedime edhe me ju. Atëherë tani vetëm fillojnë maturantët, festojnë në për qytetin e Tetovës, vetëm nga dita e sotshme, në fundin e javës, vetëm fillojnë. Janë plotësuar gjitha kushtet, si janë festa në për shkolla? Po, domethënë ne jemi në koordinim të vazhdueshëm me shkollat. E dinit që pas ndodhive në qytetin e Koçanit është rritur edhe kontrolli dhe përkujdesja. Ne kemi kërkuar nga gjitha shkollat fillore dhe të mesme që organizimet që bëjnë në për restorane në formë zyrtare të kërkojnë dhe nga ata restorane që ai plotësojnë kushtet, kanë aparate kundër zjarrit apo për evakuim në rast eventual të ndonjë fatkeqësie, dhe normalisht që drejtoritë e shkollave do të marrin informat zyrtare nga restorani cilin e kanë caktuar bashkërisht me nxënësit që të mbahet nata e maturës. Mendojmë që gjitha shkollat janë të përgatitura dhe ky proces do të vazhdojë për kremtimin e maturës nga ana e maturantëve
dhe normalisht deri në përfundim të vitit shkollor do duhet të përmbyllen të gjitha ata procedura që i përkasin një institucioni apo konkretisht shkollës fillore që më datë 10 dhe 14 qershor për shkollat fillore të përfundoj procesi edukativ arsimor dhe është zoti që në shtator të vitit 2025 procesi edukativ arsimor në komunën e Tetovës të filloj me kushte ende më të mira. Atëherë pas festës ato me njëherë do të përballen dhe me provime shtetërore që janë që njihen tani më gjuhë shqipe, gjuhë maqedone, ato obligative, por edhe kur fillojnë këto provime shtetërore në komunën e Tetovës? Do me thënë, provime shtetënore organizohen nga qendra shtetënore për provime. Këtu nuk ka implikim apo nuk është komuna e Tetovës ajo që bën këtë organizim. Datat, terminet normalisht që dalin nga ana e qendrës shtetënore për provime dhe normalisht që njoftohen shkollat në nivel të Republikës që kur do të organizohen këta provime për maturantët. Mirë po besoj që brenda muaj qershor do duhet të zhvillohen këta provime, normalisht që për nxënësit cilët nuk kalojnë do të ketë edhe një afat shtesë që edhe një herë të munden të hynë në provime për maturën shtetënore, ndërsa për maturën shkollore nuk është e nevojshme paraqitja e nxënësve në këtë provim, vetëm ata nxënës që duan të kenë diplomën me maturë shtetënore, ata nxënës i nënshtrohen provimit që e thash që datat dhe tajmingu caktohet nga ana e qendrës shtetënore për provim. Atëherë një informacion që tani po rrjedh në për portale, por edhe të ne si gazetar, shkollat e Tetovës një informacion jo i këndshëm për ne, ku thuhet që i kanë mbushur spitalet e Strugës dhe të Orit për shkak të ekskluzioneve të ndryshme që mbëhen atje, ndërkohë që po konsumojnë edhe pije alkoolike, por edhe narkotike. Sa është kjo e vërtet dhe disa akuza janë që shumë profesor apo mësues atje shkojnë për të pirë kafe, jo për të kujdesur për atë pjesën që e ka marrë obligim ndaj prindërve. Faji në këtë rast është i gjithëve. Ne kemi të denoncuar 2 raste, një në shkollën e mesme të mjekësisë dhe një në shkollën fillore Naim Frashëri për përdorim të lëndëve alkoolike, jo lëndëve narkotike. E dim që fëmijët mezi presin që dalin në një ekskurzion dhe tentojnë që të bien sy përpara moshatarëve të tyre dhe provojnë apo tentojnë që të pinë edhe pijet alkoolike. Nuk amnestoj as arsimtarët, as drejtoritë e shkollave, mirë po do duhet të jetë edhe kontrolli më i rrept në për markete apo në për tobako që njihen tani, që mos shiten pije alkoolike dhe pije të tjera fëmijëve që janë minorent apo të moshës më të vogël, do të kenë kujdes, pasi që gjithë jemi prind dhe do duhet të ketë një farë rregulli apo kontrolli se kujt dhe çfarë i shitet. Nuk është e vërtet që profesorët dhe arsimtarët i lënë nxënësit në ekskurzione të lëvizin të lirshëm, mirë po ka momente që nxënësit për një kohë të shkurt mund edhe të ikë nga grupa, nga klasa apo nga kujdestari i klasës dhe për një moment mund të vinë kësi lloj situatash, mirë po përmenda, gjitha ekskurzionet në kuadër të 12 shkollave fillore dhe 5 shkollave të mesme që janë organizuar në komunën e Tetovës janë vetëm 2 raste të tilla të paraqitura, normalisht që për raste të tilla është shqetësuese dhe menjëherë themeluesi ka ndërmarrë masat e duhura në terren. Kemi nxjerrë dhe inspektoriatin komunal të arsimit, por normalisht ka pasur denoncime edhe në inspektoriatin shtetënor të arsimit dhe normalisht që ata do të bëjnë punën e tyre dhe në qoftë se dikush do të duhet të mbartë përgjegjësi për raste të tilla, normalisht që përgjegjësinë secili do ta mbartë në qoftë se është bërë lëshim qoftë nga ana e shkollës, qoftë nga ana e arsimtarit apo kujdestarit të klasës. Zoti Dauti, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe juve për ftesën. Atëherë, Rejan, vetë sa do pak i dëgjuam informacionit se i përket aktiviteteve të ndryshme që janë në shkollat fillore dhe të mesme në qytetin e Tetovës, duke filluar nga regjistrimi i nxënësve të shkollës fillore që potencoj që ka numër të mjaftueshme, nga vitet e kaluar ki numër edhe në shkollat e mesme, por edhe në shkollat fillore është rritur sipas drejtuesit të sektorit për arsim në komunën
e Tetovës, ndërkohë që tha që ky numër edhe për shkak se është rritur, përsëri kemi migrim apo emigrim të qytetarëve kryesisht shqiptar që emigrojnë për kushte ekonomike në shtetet evropiane. Kjo është ajo sa i përket shkollave në komunën e Tetovës. Nëse nuk ke ndonjë pyetje tjetër, atëherë bashkëmiropafshim, ndërkohë që siç po shihet tani më po lulëzon Tetova, edhe koha me diell, por edhe në gjithë vendi ynë. Ju dëshirojmë edhe maturantëve të cilët po festojnë tani përfundimin e shkollës. Kjo do të thotë nuk është përfundimi i shkollës, por është një fillim i ri për ta, për shkak se menjëherë do të përballen me provime shtetërore dhe më pastaj edhe në regjistrim të fakulteteve që janë në vendin tonë, por edhe fakulteteve të ndryshme që dëshirojnë ata në rajon edhe më gjerë. Ju dëshirojmë që të kenë kujdes gjatë festimeve të festave të tyre, për shkak se tani më është e njohur rasti i Koçanit, të cilët duke festuar humbën jetën 62 të rinj, të cilët shkuan për të festuar dhe për të gëzuar, ndërsa u kthin në familjet e tyre në Arkivol. Kështu kërkojmë që maturantët e Tetovës të jenë më të kujdesshëm gjatë festave, të këtyre festave, për shkak se është një festë për ta, por familjet e tyre kërkojnë që të kthehen në shtëpitë e tyre shëndosh e mirë. Kjo është Rejan sa i përket qytetit e Tetovës dhe sot që kishim kënaqësi të bashkëbisedojmë me udhëhecin e sektorit të veprimtarisë komunale për arsim Nazmi Dauti. Të faleminderit shumë Visa për gjitha këto informacione dhe për mesazhin në fund që përcolle për maturantët që do të jenë tani më festojnë dhe të kenë kujdes gjatë këtyre ditëve, gjatë festave. Atëherë në vendin tonë kanë filluar tani më regjistrimet për fillorisët, për klasët e para dhe pak ditë në ndajnë edhe për regjistrimin në shkollat e mesme. Atëherë këto ishin të gjitha informacionet nga qyteti i Tetovës. Shkojmë me një pikë muzikore dhe rikthehemi sërish me pjesën tjetër të emisionit.